Alo, Seos! Kristi, mirë dita, mirë se vini në një episod të veçantë të podcastit sot. Sot kemi gigantin, kemi kënaqësinë të presim një djalë që ka bërë një rrugë të gjatë, jo vetëm me kilometra, por edhe me përvojë. Një djalë nga Kosova që prej vitesh jeton, punon në Myni, duke bërë dhe duke u vlerësuar një ndër nga maklerat më të njohur për koreksin, për komunikimin dhe punë e pasër. Ky e ka emrin Korab. Është nga Kosova, por ne e përshëndesim. Është ndër dhe kënaqësi që sot jemi ne. Historia jote, përvoja jote dhe rrugëtimi yt janë frymëzim për shumë të rinj që duan të ndërtojnë një jetë të suksesshme në Myni. Sot me praninë tënde po hapim një dritare për të kuptuar më qartë botën e patundshmërisë, sfidat, mundësitë që ai sjell. Faleminderit që e pritëm me kënaqësi ftesën tonë. Korab, kënaqësi që jemi bashkë. Faleminderit për ftesën ndaju. Po. Uroj sukses në podcastin. Faleminderit. Vjen mirë edhe puna jote si jep mundësit më prezentu në shqiptarët dhe me bashku shqiptarët. Si fjala ime është se bashku jemi gjithmonë më të fortë. Më të fortë. Korab, juve sa vite keni në Gjermani dhe nga vini? Unë vin nga Kosova, komuna Rovecit, fshatit Malësia Vogël. Po. Jam e martuar. 3 vajze e kam. Po, i përshëndesim familjen e Korabit, përshëndesim gocat e Korabit, Zoti ju rujt, po. Faleminderit. Edhe të falem nga gruaja se ajo është në kompani, po s'ka pas mundësi me arsat, po. Edhe një radhë tjetër ne do bëjmë ne mund të bëjmë dhe një episod që ti mund të vish dhe me bashorten, që të flasim pikërisht dhe për informacionin e asaj, na japi disa detaje se ti e di fare mirë në momentin kur ka femra në studio, është më bukur, një atmosferë jashtëzakonisht më e madhe. Korab, juve mos gaboj, sipas informacioneve dhe gazetave që un kam lexuar dhe kam dëgjuar, në Myni ju jeni një nga maklerit që mua më ka lënë një përshtypje jashtëzakonisht të mirë. Ne zakonisht e podcasti bëjmë gjithmonë pyetje si, qysh, ku, tek. Besoj se ti do të na japësh ose ju do të na jepni disa përgjigje për të kuptuar shqiptarët e Shqipërisë, shqiptarët e Kosovës, shqiptarët e Maqedonisë Veriut, të na kuptojnë, çdo të thot makler, çdo të thot një blerje të një shtëpie, të një apartamenti, të një banese, të një dyqani, që ata mos të gabojnë, apo jo vllai? Bravo. Si të lindi ideja që ti të bësh makler? Tashnia për këtë punë ja nisi pak më vonë se mas shkollës mesme këtu në Gjermani, se këtu me 2 vjet kom ardhur, jetoj vit 34 vjet këtu në Gjermani. E kuptoni apo se kuptoni? Korabi ka ardhur 2 vjeç në Gjermani. E kuptoni apo se kuptoni? Dhe mezi pak a shumë ruan traditën shqiptare, flet shqip, dashuron shqip, gatuan shqip, çdo informacion e jep shqip. Po Korab? Mas shkollës mesme unë kam bërë zanat në firmën Computershare, këtë këtu në Myni. Po. Tani mbas Computershare kam qenë ushtar këtu në Gjermani. Po, ju keni mbaruar dhe ushtrin këtu, mos gaboj, po. Dhe tani pastaj provova dhe me punu në bankë. Po mas bankës si s'ke shumë fort sigurt ajo puna. Hina në kompani këtu të madhe në Myni, Planet Home. Po. Si aty janë nisi dashuria për këtë punë. Për zanatin për maklerin, po. Për zanatin e mobilin makla. Faleminderoj shumë, domethënë atë kohë si kom mësu shumë. Po. Dhe tani lindi ideja edhe unë për vetë me punu, domethënë makler. Që të mbarosh makler, do të bësh në një shkollë ti, Korab? Definitiv. Definitiv do një shkollë, ë? Apo tip kursi si e kemi ne, domethënë. Si po? Në IAK, mush një shkollë 6 mujore. Po. Aty tani imobilin Fachman, ose punojsh për një kompani të madhe, tani kryq zanatin për 3 vjet ose. Ta kuptoj. Sa e vështirë është kjo punë që bën ti në qytetin e Myniut? Kam dëgjuar që jeni shumë makler. Sa e vështirë është? Pikërisht ti që je shqiptar, që je futur tek ai tregu gjerman, sa e vështirë është si punë? Po, për çet rasti kom këtë emrin e kompanisë, kom gjetë Imo Wolf Bayern, domethënë si mbiemri im. Edhe një herë të gjithë çunat që duan të bëjnë blerje, informacione, kontrata andej këtej, e gjejmë Korabin edhe një herë, Korab, të rrjetet sociale si mund të gjejmë? Imo Wolf Bayern. Po, ose domethënë zyrat ku i keni? Mos gaboj? Kemi në Myni. Po, kemi në Myni. Po, çfarë pune
bën saktësisht një makler. Do me thënë, vetë puna e maklerit, qa bën që ta din çunat e Shqipërisë, çunat e Kosovës dhe çunat e Maqedonisë. Çfarë pune bën saktësisht një makler? Është një rrugëtim shumë e gjatë, Po. si shumica, do me thënë, edhe klientët mi, ku të më thyrin mua, o korab, du me blie një shtëpi, Po. mendona mu largu nga makleri, me shku drejt te pronari për me kërsy që ato makla kostën, do me thënë si paguhet makleri. Dhe unë krejtëve ju thom, jo vëlla, se ma mirë është ta kesh një makle, Po. se ai i përgatit çdo dokument. Të gjitha dokumentat që kërkojnë, po. Edhe i kita në makollaj me shku te banka me marrë një financim. Po. Vesh të noterit, vesh të avokatit. Bravo. Do me thënë, ti thua që makleri është pika kulminante, pika kryesore, pikërisht për të bërë një blerje, apo jo? Definitiv. Do me thënë është mirë që të kesh një makler dhe ai ti bën të gjitha letrat për mos gabuar, se bën dhe gabime, apo jo? Se Po. kam dëgjuar, Korap, se ti je profesor i kësaj fushë, kam dëgjuar që këtu zakonisht kur bëhet një blerje do t'i shikosh mirë dokumentat, se dhe ta fusin, ose është me bank, ose është me kish, ose ka të drejtë për ta shitur një tjetër. Nuk e di, ka lloj dallaveri këtu, apo jo? Definitiv, çashtu është. Do me thënë, duhet kemi shumë kujdes. Mhm. E para, kam dëgjuar dhe shumë njerëz, dhe shumë shqiptarë të Shqipërisë dhe të Kosovës që ka bërë blerje dhe ka qenë njerëz brenda dhe ata nuk kanë dalë nga shtëpia. Çfarë bëhet në këtë lloj kohe pastaj? Në momentin kur unë bëj një blerje dhe brenda ka njerëz, çfarë bëhet me ata? Dalin nga shtëpia ata, s'dalin nga shtëpia, si është situata? Na i shpjego pak lutem. Ajo është situatë shumë e vështirë. Po. Se duhet me ditë sa ku gjatë është ai person Aty në brenda të banesë, shtëpia, po. bravo, edhe çfarë rregulla tani ty të ndihmojnë për me mujtë me hi aty në banesë. Po. Ose apo Kam dëgjuar kohët e fundit që është shumë e vështirë për ta nxjerr familjen për jashtë. Po nëse është familje, sidomethënë Nuk del, jetojnë është në po. Gjermani, Gjermania është një shtat social Po, për familjar, po. apo nëse është edhe person i vjetër. Ta kuptoj. Aty Do të thënë është shumë e vështirë. Korap, për cila lloj shtëpish apo banesash punon më shpesh? Do të thënë ti pikërisht si Korap, ku godet më fort? Te banesat apo te shtëpit? Çfarë ka më tepër tregu? Ku godet ti më shumë? Më shumë të banesat, po unë do të thënë ku kam punuar te Planet Home kam dijen, shqyqyr zotit të gjithë lloj, po banesa, shtëpia ose me tokë, ndërtime. Po. Edhe aty muj minimum të gjithëve klientëve. Po, për fat mirë, kohën e fundit po bëhen edhe shqiptarët si po blin shtëpia. Kemi disa pyetje pak më poshtë për shqiptarët. Cilat janë gabimet që i bëjnë njerëzit kur kërkojnë banesë? Çfarë gabime bëjnë njerëzit kur kërkojnë një banesë? Nuk informohen për do. Do me thënë nuk marrin informacione të detajuara. Jo. Futen si derin thjesht brenda, po bura edhe për të marrë shtëpi. Dhe shqiptarët kanë filluar kohët e fundit të thonë kështu, sa të paguaj qira, më mirë marr shtëpi. Nuk e di, si të duket kjo formulë? Kjo formulë më duket mirë. Po. Apo duhet më informu, nuk është marrë me pyet njerëz. Si i kemi mundësinë kohën e sotit, po. Edhe ne shqiptarët, që të marrim informacione. Lloj kemi shqiptarë si shtoje për ata, si në financim, po. Apo imobili makle. Çdo ku kemi shqiptarë. Kemi shqiptarë që mund të flasim shqip dhe të marrim një informacion dhe marrim një informacion më detajuar, apo jo? Bravo. Sa rëndësi ka komunikimi me klientët? Ka shumë rëndësi, Korap? Tepër shumë. Edhe unë gjithmonë ju them klientëve, më mirë të flasëm drejt. Po. Për tani me ditë a është kjo ëndër reale, a ka mundësi për me bëu këtë blerjen apo është shumë herët. Po, të kuptoj. Sa kohë zakonisht merr për të gjetur një banesë? Sa kohë merr? Komplet operacioni, gjetja e banesës, të vesh te banka, të mbarosh noterin, të mbarosh maklerin, shumë gjëra. Sa kohë kërkon pikërisht kjo? Për fat mirë, si unë kam edhe stafin të mirë dhe ke ekipin, po. Partnerin të mirë, si e përshëndes këtu bukurin Vrangallen. Po. Aty kam fat si, do me thënë, kjo proces mund të shkon edhe ma shpejt. Do me thënë, ju si maklerin jeni i lidhur dhe bashkëpunonin me bukurimin, mos ka boje është ai djali nga Maqedonia e Veriut që kemi patur në emision. Bravo, dhe ju bashkëpunoni me atë. Ka mundësi na jepet pak formulën, do me thënë, si bashkëpunon ti me atë?
ti themi dhe shqiptarëve. Po. Kjo ka qenë dëshira jam gjithmonë si atëherë në Planet Home. Po. Nuk është vetëm me shit banesën. Po ai blerësi tani domethënë ka nevojë për një financim nga banka. Po. Unë aty për fat mirë edhe ka qenë shumë si mund kanë taku me bukurimin, një shok prezantimi po. Bravo. Po. Dhe tani unë domethënë kam makallaj për blerësin ku i them drejtohu te bukurimi. Bukurim Rëngalla dhe tani shikojna me bëj diçka. Bravo. Do me thënë me pak fjalë, nëse një person ka dëshirë për të bërë një blerje në Myni, dhe jo vetëm në Myni, por çdo cep të Gjermanisë, ai e ka ciklin e mbyllur. Do me thënë maklerin është Korabi, edhe nëse ai nuk e plotson me lekët, Korabi t'i jep një informacion për të vajut e bukurimi dhe bëhet një lidhje. Bravo. Bëhet një lidhje makler. Ai që ka lekë dhe bukurimi patjetër që nuk i ka lekët e veta. Patjetër që bukurimi t'i jep informacionet e bankat, 1 2 3 se ka mbaruar shkollën për atë punë, dhe ai bëhet më i fortë, dhe ai bën një blerje më të bukur, apo jo? Po. Ashtu të vazhdojmë. Miku, po. Për këtë, domethënë me stafin ton, jo vetëm se i kemi financirë bukurimin, po kthyrëm në mënyrë shqiptarët me ndihmu çdo temë, si me siguracione, me financim, me blerje, me shitje, Do me thënë me pak fjalë, nëse një shqiptar i Shqipërisë, i Kosovës apo Maqedonisë Veriut, vjen te ekipet e të stafi juaj, ju aty t'i bëni një komplet paketo që ai mos të lvizi fare, do me thënë me makler, me siguracione për pronën, me llovet, se jam llovet. Vërtet janë ashtu, do thonë këta lek, po do të çete lekët, do të kesh sa bie kesi kredis, e shumë gjëra tjera. Vjen tek ju dhe juve me pak fjalë ti ishte litarin dhe futesh brenda. Sa tjetri të paguaj një qira, vjen tek ju, mbaron punë, apo jo? Miku im, a ka konkurrencë të madhe midis maklerëve në Myni? A ka konkurrencë? Do të thënë, besoj se ka shqiptar tjerë që punojnë makler, besoj po, i përshëndesim dhe maklerët e tjerë i përshëndesim, po. I njoh edhe unë personalisht, edhe për këtë pyetje unë mendoj kështu. Konkurrencë nuk kemi. Pse? Unë thash në fillim se bashku jemi më të fortë. Unë gjithmonë ju tregoj partnerëve apo kolegët e mi si më mirë bashk me punu si sa konkurrencë. Si konkurrencë në disa shqiptarë jetojnë në Bavari apo në Munich. Nëse jemi në konkurrencë kemi probleme tjera me vozit sot Ferrari apo Lamborghini, po këtë nuk i kemi, do me thënë më mirë të këshirëm me punu bashk. Dëshira jam. Edhe për çato unë mendoj nuk ka konkurrencë. Të kuptoj shumë mirë, do me thënë edhe një herë çuna, edhe një herë po flasim, kemi kohë me episodet e radhës, me secili do me thënë ka stilin vetë, farmacist, doktor, kishim Kolgecin, kishim bukurimin, kishim sportistin, e shumë gjë. Ne do mundohemi te podcasti jon të sjellim personalitete që të flasin secili në fushën e vet. Dhe sot kemi mikun ton, maklerin Korabin, një djalë nga Kosova, i cili ka shumë vite që punon dhe jeton në qytetin e bukur të Myniut, dhe në momentin të gjithë çunat që duhet të bëjnë një blerje, të vende te Korabi, ti shkruajnë Korabit, o Korab kam këtë punë, o Korab kam këtë. Korabi me ekipin dhe stafin e vet t'i jep një zgjidhje. Vendos ti pasaj, nuk duam nesër pas nesër, po jo Korab kështu, po jo Korab kështu. Edhe një herë kam dëgjuar kohët e fundit që shqiptari bën dhe lam, jo ma futi, jo ma beri, jo këte, jo ande. Korabi ti jep një informacion, vendos ti çfarë do bësh, apo jo Korab? Bravo. Të vazhdojmë Korab. Korab, çfarë të pëlqen më shumë te kjo punë? Te kjo punë që bën, çfarë të pëlqen më shumë? Këtë punë unë e kam si hobi, do me thënë, nuk është kjo punë për mua, është shumë e kënaqësi, si nuk nona dhe të punu. Mu më pëlqen më shumë të njerëzit që e njoftojsh. Do me thënë, çdo lloj njerëzi aty e njoftojsh, a doktor, apo njerëz thjesht pastrus ose çka po di unë, që ajo mu më vjen mirë si këto vitet si kanë kaluar. Do me thënë shumë njoftësi kom pas. Do me thënë puna që ti bën, do me thënë makleri, si themi ne, ose zyrat imobiliare, si që thonë në Shqipëri, do me thënë ty të bën njohjen e shumë njerëz, duke filluar nga njerëzit më të thjeshtë dhe njerëzit më të. Vazhdojmë, si e bind Korabi
një klient për të bërë blerjen e dur. Do me thënë, vjen një klient e Korabi, troket, si e bën Korabi që ai të bëj blerjen, si ja mbush mendjen në kuptimin e mirë. Ka mundësi të na i shpjegosh? Aty unë e foli me zemër, si faleminderit edhe nga edukata Familjare, po. Familjare. Çdo investim këtu në Gjermani, Po. ti po investohesh, po hyp, ose do me thënë po shton pasuni. Ti tash me ble edhe një si thuhet, Tavolin. Një tavolin, apo po. edhe një kalip qenit, që thonë në Po, Kosovës, dikur është e jotja. Po, Ti nuk mund me hub diçka, s'bën gabime. Do me thënë, në momentin që blen, asnjëherë nuk humb, apo jo? Jo. To kuptoj. Miku im, a të ka ndodhur në një situatë të çuditshme në punë? Po, shpesh herë ndodhin situata të çuditshme, edhe mua kanë erë, më them ka zemra, si unë vi nga një familje turk, Po. dhe kemi qenë vetëm mirë me bo. Po, edhe të kjo kuptoj. është dëshira jem, unë nëse s'muj me bo mirë, po keq kërkona nuk e Keq boj. nuk bëjmë asnjëherë, Po, po. atina si një moj dhe tani prap shpinës si këqyrë me të rrethu dikon ose me fol keq, që pak mu më dhem Do me thënë te puna jote ka njerëz që edhe të, do me thënë, flasin keq mbrapa krave, këtë janë ndej. Çfarë do t'i themi këtyre njerëzve? Përveç që neve dhurojmë dashuri, për neve që jemi me pozitivitet. Çfarë do t'i themi nga ekrani këtyre njerëzve, nga ky mikrofon i bukur? Unë kisha thënë ma mirë punojna së bashku. Kërkush, edhe unë jam sigurt se kërkush nuk qyrë si folum na jangulli apo ja boni me kasi. Po. Këto teme kanë janë ndodhen, na nuk jemi zot. Po. Si falenderoj nuk kemi të kulluar, si i themi ne, po. Jemi njerëz që bojna gabime, edhe nuk i bojna me kast. Edhe aty duhet me kuptuar se na shqiptarët kemi një gabim, si duhet me ditë vlerën njëri tjetrit. To kuptoj. Çka e rrit vlerën e një shtëpie dhe çka e ul vlerën e një shtëpie? Çdo investim i vogël po. E hyp vlerën. Do me thënë, apo e nërejqe banjot, apo kuzhinën. Do me thënë, nëse në një banes ne bëjmë merimetime, bëjmë rregullimet brenda, do me thënë bëjmë një kuzhinë, bëjmë fasadën e jashtme, rregullojmë tualetet me pllaka, me parket, ajo direkt automatikisht e ngre vlerën. Por çfarë ul vlerën? Do me thënë, nëse në një shtëpi çfarë ul? E kundërti, do me thënë, nëse nuk e këqyrësh banesën, nëse nuk investojsh kur gjë, ose e bëjsh dëm, edhe problemi madh është, do me thënë, shka e ndigjoj unë të njerëz, si shembull myki. Mykin i kemi problem shumica, pse bëhet myk. Myk, po, nga vjen, po. Edhe që aty duhet mu informu na shumë, si bëhet, shka muj me bo sanat më të mirë, për mos më bo mykit të shtëpia. Dhe kjo e prish tani normal vlerën e banesës. Se shumë e saktë. Do me thënë, ajo automatikisht ajo e ul. Miku im, a të kontaktojnë shumë shqiptar për prona? A ke telefonata shumë, do me thënë shqiptarët që flasim shqip, a të marrin shumë që kanë kërkesa për prona? Definitiv. Pse? Prej vitin 2019, atëherë ka fillu si kam shumë kontakte me shqiptarë. Po. Edhe falenderoj të gjithë shqiptarëve si... Pa përjashtim, po. Da ju vetëm të mirë i kom nga shqiptarët. Zoti rujtë respekt për gjithë shqiptarët e Shqipërisë, të Kosovës dhe të Maqedonisë Veriut, të gjithë së bashku, besoj se do t'ja dalim. Jemi të gjithë emigrantë, duam të ndërtojmë, kemi ndërtuar jetën këtu në Gjermani, prandaj me aq mundësi sa kemi, vetëm të bëjmë mirë. Mos flasim keq, të ndihmojmë njëri tjetrin, aq sa mundësi kemi, apo jo, miku im? Normal. Bravo. Miku im, cila është këshilla jote për dikë që kërkon banesë për herë të parë? Këshilla jote që ti jep, është një person që flet shqip, këshilla e parë që jep Korabi, me qenë se është makler. Edhe para 2 ditë kam pas këtë bisedë me një klient, si herën e parë ka pas qef me ble diçka. Po. Dhe unë i kom thënë në pas përvojës tem, gjithmonë kemi njerëz të jashtë si nuk kanë qef ose kanë shumë frikë me ble diçka. Dhe ai më pyeti, po ku më dëgju si është nashta vështirë ose s'muj me pagu. Tani thash, miku im, ndëgjoj e zemrën tonë edhe barkën tonë. Se
ti duhesh me pagu ato. Ti duhesh me jetu atje. Po. Me kënaqësi. Po. Dhe mua shpesh herë më ka thënë, po kur si e bleti ti shtëpinë tonë, është shumë larg nga Müncheni, është shtëpi e vjetër. To mos gaboj juve banoni në rrethim të Erdingut. Po në Erding, rreth Erdingut, po, në Erding, po. Dhe sot unë jam i kënaqur me familja dhe s'kam bë sa në gabime. Ka njerë duhet me rreziku. Po, të kuptoj. Miku im, cila është pjesa më stresuese e punës tuaj? Më stresuese që ka korabi. Që korabi çohet pak a shumë në orën 9 të mëngjesit dhe ikën pranë banesës rreth orës 18:00 mbrëmë në orën 6, apo jo mos gaboj. Me miqe me shok tërë ditën terren, britha andej, ika andej, takoj njerin, takoj tjetër, takoj një mashtrus, takoj një dallaverexhi, takoj një shqiptar të Shqipërisë, o unë kshu, unë ashtu. Dita më stresuese e punës. Në punën time më e stresuese është fillimi kur ta merr një objekt. Po. Ajo është shumë e stresuese se domethënë ju vetëm deri ku vjen në punë kontrate. Po. Diskutime, çfarë çmimi duhet me shkuar. Si është situata, po? Po tani edhe dokumentet. Kur ti nis temat me dokumenta, ajo punë është shumë vështirë. Edhe mua më streson shumë se duhet të jesh shumë i përqendruar. Bravo. Do të jesh shumë i përqendruar. Zakonisht korab ka mashtrusa në Gjermani? Për fat keq po. Për fat keq po. Dhe gjermanët gënjejnë? Ata bile me shkollë janë. Me shkollë. Domethënë, në qoftë se gënjen Gjermani, gënjen janë caqe me letra. Domethënë këta gënjen me letra. Në qoftë se shqiptari të jep dorën, burri ngulët burr, kurse këta duhet kemi çik kujdes tek letrat e dokumentacionit. Edhe një herë çuna, edhe një herë të gjithë çunat që bën një blerje, një banesë, një vil, një tokë, një makinë, apo jo. Kujdes te dokumentacioni. Kujdes te dokumentacioni, kujdes kur firmosni. Kur firmosni të keqe ndajua. Kur firmos, koka me peshqir. Kujdes mos bëni gabime, se kemi lekët me djers, çohemi në orën 5 të mëngjesit. Kujdes, mos ke turp të pyesësh korabin, të pyesësh ekipin dhe stafin e korabit. Mos ke turp të pyesësh bukurimin që t'japi një informacion rreth bankave. Mos firmos, se po firmose e angret ke që ndajua. Gjermani ti merr lekët e di veti me firmë, po firmose i ke mbarove, apo jo korab? Ne shqiptarët jemi me zemër. Kemi zemër të butë. Po. Normal si e kam unë biznesin edhe me fitu parë si unë. Patjetër, po. Dallimi mes Gjermanit edhe unë si shqiptar, unë i di për shembull çfarë dëshirët i ka shqiptari. Ne gjithë kemi qef njerën vetë me shku në Kosovë. Po, kemi qef bëjmë i pushime, po, do bëjmë 2 pushime, po. Po. Kismet po. Dhe tani unë i di për shembull shka i vjen për me kursy pare. Po. Edhe shka mund për shembull me çfarë sigurimi i vjen shqiptarit. Po. Atë çato janë të mirët edhe unë shumicë të herë po them, ndrysh unë të informoj, ndrysh Gjermani, si Gjermani veç tregon ty. Shikon interesin e vet, po. Të vjen kjo, po normal, edhe i këshir edhe interesin e vet me fitu më shumë. Patjetër. Jo krejt unë s'po tham krejt, po shumica unë shaj kom pa. Dhe edhe një herë çuna, besoj se jemi live në këto momente, jemi me mikun ton me Korabin, një super djalë nga Kosova, i cili ka ardhur 2 vjeç në Gjermani, bën punën e maklerit, prandaj të gjithë çunat që janë të interesuar për të bënë një blerje, edhe një herë. Nuk po themi që kemi Korabin këtu, kemi Zotin. Dikush e shan Korabin, dikush e mburr. Por, me qenë se flasim shqip dhe ky podcast flet shqip, pyete një Korabin. Merre një telefon Korabin. Edhe në qoftë se nuk e ke numrin, mundohet i shkuash në rrjetet sociale, në Facebook, në Instagram, në TikTok, shkruaj Korabit, jam filan fisteku, kam dëshirë të bëj një blerje, të lutem, jep një informacion. E ke falas nga Korabi, mos ki merak se nuk të merr le Korabi. E ke falas, kujdes, mos gabo. Ka ardhur ora dhe momenti që ekipi dhe stafi Korabit t'ju japi një informacion rreth blerjeve në Myni. Edhe në qoftë se s'ke lek, por ke mend, ke ide, ikte Korabi. Korabi ka një zinxhir shumë të fortë, ka një ark shumë të fortë, është i lidhur me miq dhe shok të mirë. S'ke lek, ti gjen Korabi. E di Korabi ku do futesh, e di Korabi derën. E të ke që ndajua, a mos gaboj Korabi, jemi në rregull deri këtu? Shumë mirë. Korab,
cila është ëndra jote për të ardhmen në këtë profesion? Ondra jeme. Korabi ka një ëndër, apo jo Korab? Herë ke qendajua, se jesi Mali Korabi në Dibër, dhe i përshëndesim gjithë dibranët Mali Korabit, po? Ëndra ime është me këtë staf unë që tash se i kom bërë me pas edhe një lokacion më të mirë këtu në Munich, më drejtu ose me bashkëpunu me shqiptarët, Po. me thënë në çdo drejtim ata si drejtojnë të shtëpijet, me pas mundësien mjëshit, ma shumë me bashkëpunu. Çaja është dëshira jam, ëndra jam si unë edhe njerë për të thëmë dajo e faleminderoj njerë mas pare krejt shqiptarët, Po. si më kanë ndihmu deri që tash. Edhe Me njerë emra- shumë falenderoj jo vetëm ty, por mbrapa teje, pikërisht unë kam bashkëpunëtorët e mi, Bravo. bashkëpunëtorët e mi që kanë vite që bashkëpunoj. Nuk mund t'i them dot sponsora, ishe fjalën sponsora. Unë kam ardhur me qëllime dhe me ide të sakta në Gjermani. Të bashkëpunoj me njëri tjetrin, të ndihmojmë njëri tjetrin, aq sa mundsi kemi. Pa ja futur. Bravo. E bardha ngelet e bardh, e zeza ngelet e zez. Kam dëgjoj, ne shqiptarët kemi qeskat me elëm, kemi xhelozi për njëri tjetrin, pse ka Korabi, pse ka Bukurimi, pse ka ai, pse ka ky. Shqyqyr që të kenë të gjithë, kemi ardhur për një jetë më të bukur. Gjermania nuk është e Korabit, nuk është e Dajos, janë 85 milion banor. Prandaj, ne do t'jemi shumë të sakt, do t'jemi taks pagus të rregut të shtetit gjerman, do t'jemi shumë social për një jetë më të mirë. Dhe unë i përshëndes të gjithë me radhë. Përshëndesim mikun ton, Inspiri Hotel, përshëndesim mikun ton Gutakt, Rinolin, përshëndesim Apothink Forum, Edin bashkë me gjithë bashortën e vet, El Grekon Tanin, Doktoresh Albanën, e shumë, Batushën, Optika Online, Bujtina Arapi, Visar Aliun mikun ton, kemi Brianin Transport, kemi Larosin, kemi një djalë që është në Pasing që ka një kafene, kemi Arianin Servis, kemi servisin çuna që duan të bëjmë për makinat, të rregullojnë makinën, kemi autoservis Neron, e shumë, Milete Xhelate, avokatin, e shumë, kemi edhe çuna që punojnë me transport. Prandaj kujdes, çuna që punojnë transport nga Shqipëria në Gjermani, nga Gjermania në Shqipëri, mundoni të jenë të sakt, mundoni të bëni çmime të mira, se i keni lekët me djers. E të ke qendaju, e kemi të gjithë me radhë, duke filluar nga Renault Travel, Dani Travel, e shumë kompani, Rusta, Gjana, kemi çunat nga Fieri, kemi Shabanin, kemi shumë. Prandaj mundoni që t'jeni të sakt, mundoni që t'jeni korrekt, që të bashkëpunojmë me njëri tjetrin. Apo jo Korab? Bera një tim mbyllje kështu, me qenë se ti je çik i dashuruar dhe i ke qef shumë bashkimin e shqiptarëve që të jenë bashkë me njëri tjetrin, që mos u dështojnë. Prandaj unë bëra pikërisht për këta që na rrethojnë, pikërisht për këta që do thotë këta nuk janë sponsor, këta janë bashkëpunëtorët tanë rreth udhëtimit. Automatikisht, unë i jam lokomotiva. Këta na mbrapa që të shtyn. Kujdes, mos më rini frenato, jeni të lirë. Besoj se Korab, deri këtu jemi rregull tani, apo jo? Po. Korab, Gjithashtu. çfarë do t'i themi familjeve shqiptare me rastin e fund vitit, me rastin e festave, po na vjen viti i ri, po na vjen Krishtlindjet, çfarë do t'i thot Korabi shqiptarëve? Mirë ju uroj një vit të mbarë. Po, Si vjen viti 2026. po 26, po. E vitin 2025 shumë pozitive, a ka ndodh negative apo pozitive, gjithmonë të këshyem gjithë pozitive. Po. Si çdo lloj sen është mësim. Është mësim dhe gëzuar festën, gëzuar Krishtlindjet apo jo Korab, ti përshëndesim të gjithë shqiptarët dhe çunat që do udhtojnë, që do ikin në Shqipëri, që do ikin në Kosovë. Ju lutem shumë, kujdes me udhtimin, kujdes se është ftohtë, kujdes me gomat e reja, kujdes me doganat, e të ke qendajva, që filloj 2026, të filloj mirë e mbarë. Bravo. Korab, faleminderit nga zëmra që ndave me në kohën, përvojën dhe sinqeritetin tënd. Biseda me ty solid dritë, qartësi dhe shumë energji pozitive. Shembulli yt tregon se me punë, durim dhe vullnet, çdo pengesë kalohet dhe çdo ëndër mund të bëhet realitet. Ishte nder dhe kënaqësi për të patur ty në studio. Të uroj suksese të mëdha në çdo hap. Faleminderit
edhe dëgjuesit që na qëndruan me ne deri në fund të episodit. Deri atëre ne ju urojmë vetëm bashësi dhe gëzuar. Korab, kënaqësi që jemi. Faleminderit, shumë faleminderit.